jam e re në mësimet e tua. Ti u bëre pjesë e jetës në janar. Dhe unë po merja frymë thellë. Duke vendosur audiot në dhomën e vajzës sime dhe duke dëgjuar. Po vendosja audiot dhe po dëgjoja. Pyetja ime është shumë praktike. Të gjitha janë. Është perfekte. Dua të flas për ndjenjen e fajit si nën. Po mirë. Ne do të japim një bazë kuptimi që ndoshta do të zgjidhë gjithçka. Dhe ajo është kjo, si prind, marrëveshja jote është të ofrosh një hyrje në përvojën fizike. Dhe kur nuk ka qenë të shërbesh si udhëzuesi i përsosur. Në fakt, sa më shumë një prind mendon se po jep udhëzimin e përkryer, aq më shumë e tërheq fëmijën larg udhëheqjes së vërtet që vjen nga shenja e tij e brendshme. Dhe aq më shumë duhet të merremi me ta më vonë. Dhe nëse mendon për të gjitha librat dhe filozofitë e shkruara për prindërimin perfekt, dhe sa të ndryshme janë, duhet ta kuptosh që çdo marrëdhënie është një kontratë unike, dhe që ti nuk mund ta bësh gabim. Ndonjëherë ajo që ti e quan prindërim i keq, që do të thotë të mos kontrollosh apo të mos bësh kërkesa, si të thyesh kalin, të thyesh fëmijën nga impulsat dhe dëshirat e tij natyrore vetëm që të bindet ty, është në fakt ajo që shumica e prindërve bëjnë, sepse nuk e kuptojnë që secili është këtu për të krijuar realitetin e vet. Ata thjesht duan që jeta e tyre të jetë më lehtë. Kur ti bën këtë, unë ndihem keq. Kur bën atë, unë ndihem mirë. Pra, ja rregullat, bëj këtë, mos e bëj atë. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë përvoje jetë ke ti, çfarë të thotë udhëheqja jote e brendshme, apo cili është rrugëtimi yt me më pak rezistencë. Ata thonë vetëm, bëj atë që them unë, por ne e dimë që kjo nuk je ti. Dhe jap se ndihesh fajtore. Ne duam të ndihmojmë të mos ndihesh fajtore për faktin që po e bën ndryshe dhe shumë më mirë. Po e bën shumë më mirë duke lejuar më shumë zgjedhje. Shumica e prindërve nëse do të mundnin do të ngjisnin biçikletën në vend të fëmijës së tyre. Unë jam e lumtur t'i vendos në autobus, por si e balancoj këtë dëshirë për t'i ndjekur zemrën e tyre, me faktin që nuk mund ta financoj këtë rrugë? Kjo është diçka tjetër që ndodh me shumë prindër. Jo vetëm që ndihen përgjegjës për të dhënë udhëzim, gjë që nuk është puna e tyre, por ndihen edhe si burimi i vetëm nga i cili vjen mirëqenia e fëmijës. Por kjo është diçka që nuk mund ta përballosh. Nuk është puna jote të jesh valvula e hapur për çdo dëshirë të tyre. Secili ka dëshirat e veta që thrasin energjinë, dhe secili duhet të gjejë mënyrën për ta lejuar atë energji. Disa e bëjnë më lehtë nëse kanë prindër të bollshëm ose të qartë, por ne do të donim shumë më tepër që një individ të kuptojë vetë. Çfarë është vortexhi i tij, çfarë do të thotë të kesh një valvulë të hapur, çfarë ndjesie sjell kur je i lidhur në vend që të mbështetesh tek prindi. Dhe pothuajse pa përjashtim kur prindi është burimi gjithçkaje. Duke përfshirë udhëzimin dhe bollkun, fëmia do ta ketë më të vështirë të zbulojë udhëheqjen e vet të brendshme. Dhe kjo pothuajse gjithmonë çon në pakënaqësi, sepse nëse dikush pret nga dikush tjetër të jetë burimi i mirëqenies së tij, më e mira që mund të marrë është një punë shumë e dobët. Askush nuk mund të jetë zëvendësues i vërtet për vortexhin tënd. Shumë prindër akoma besojnë se është detyra e tyre të bëjnë këtë punë të dobët gjatë gjithë kohës, pa kuptuar se po i ndalojnë fëmijët të lidhen me fushinë dhe udhëzimin e tyre të vërtet. Po të japim një mënyrë shumë të rëndësishme për ta parë këtë. Ti ke ardhur në këtë jetë për kënaqësi, për gëzimin e përvojës. Baza e jetës është liria. Ja që lirë sa mund të zgjedhësh edhe robërinë. Rezultati është zgjerimi, kjo është e pashmangshme, por qëllimi është kënaqësia. Kënaqësia vjen vetëm nga një vend, nga unë si individ nëpërmjet përvojës, kur lind një dëshirë dhe unë lëviz drejt saj. Kënaqësia është mbyllja e hendekut gjithmonë, prandaj askush nuk ndjen kënaqësi të shndrueshme kur dikush tjetër ja plotson dëshirën. Kur dikush dëshiron diçka dhe t'i ja sjell, ai nuk ndjen ndonjë ndjesi të madhe. Prandaj i shuani të llastuar apo mosmirënjohës, sepse kënaqësia vjen nga bashkimi me qenien e brendshme, jo nga marrja e gjësë. Bashkimi me qenien e brendshme sjell gjërat si tarifat e shkollës ose çfarëdo tjetër. E dobishme? Po. Po të largohet ndjenja e fajit si nën? Pak. Atëherë ja edhe një gjë tjetër. Je ende e re në këtë mësim, kështu që kjo do të jetë e vlefshme për ty. Faji është ajo që ndjen kur mendon një mendim që qenia jote e brendshme nuk e mendon. Kur thua, nuk jam një prind i mirë sepse kjo dhe kjo, dhe ndihesh keq, është sepse qenia jote e brendshme nuk po mendon këtë. Ka një boshllëk të madh mes mendimeve të tua dhe atyre të qenies tënde të brendshme.
Dhe kur ke mendime si, kjo vajzë ka diçka të veçantë, ajo shkëlqen, ka një vendosmëri që më bën zemrën të më këndojë, ndihesh mirë sepse qenia jote e brendshme pajtohet me çdo fjalë të atij mendimi. Dhe kur thua, nuk kam bërë punë të mirë, kjo mund të rrezikojë të ardhmen e saj, dhe ndihesh keq, është sepse qenia jote e brendshme nuk mendon ashtu. Dhe kur thua, ajo do ta gjejë rrugën e saj dhe ndihesh mirë, është sepse edhe qenia jote e brendshme edhe e saj janë në përputhje me atë mendim. E dobishme? Po, faleminderit.